Mirë po, ne nuk i kemi votat e mjaftueshme si vendosi. Kjo neve na detyron me ulë me bisedu me partitë opozitare që me gjetë një zgjidhje të përbashkët dhe në anën tjetër, presidenti është një çështje që ngarkon të gjithë, do të jo vetëm një subjekt politik. Deri tash nuk kemi has diçka në një gjuhë kështu të mirë kuptimit. Mirë po ajo çka është në dorën tonë jemi tu e bë vazhdimisht. Jemi tu dërgu ftesa për takime, jemi të gatshëm me bë kompromise, po bëjmë oferta konkrete politike. E deri tash nuk është se kemi pas diçka të hajrit të kështu nga partitë opozitare. E qartë. Ju e thatë, zotri Abrashi, që numrat për kuvend, numrat për qeverinë keni. Pse erdhi deri tek kjo situatë kur kalon afatet e përcaktuara nga një gjykimi gjykatës kushtetuese dhe mos kemi kuvend të konstituar? Po, kjo është vërtet. Na ndodhemi në rrethon ku ka kalu ai afati i përcaktuar 30 ditor me gjykim gjykatës kushtetuese, po jo për fajtonin, pa